Mbrëmja ka sjell një tjetër moment të ëmbël nga çifti më i dashur për publikun shqiptar, Luiz Elli dhe Chiara Tito, të cilët këtë herë janë shfaqur në një foto shumë të afërt brenda në makinë. Të dy duken të qeshur, të qetë dhe të përqafuar nga një atmosferë intime e romantike, ndërsa shkëlqimi në sytë e tyre tregon qartë dashurinë që vazhdon të rritet dita ditës. Luizi është me një bluzë të zezë të thjeshtë, ndërsa Chiara me një xhuk bezh të fryrë dhe elegant, ka mbështetur kokën butësisht në dorë, duke u afruar me shumë dashuri te partneri i saj. Fotoja është bërë gjatë natës dhe dritat e zbehta e bëjnë edhe më të veçantë këtë moment të kapur. Nuk dihet se ku kanë qenë apo nga vinë, por një gjë është e sigurt, prania e tyre bashkë në këtë imazh është gjithçka që fansat duan të shohin. Ndonë se nuk është shoqëruar me përshkrime apo detaje të tjera, vetëm mjaftoi kjo pamje që ndjekësit të komentojnë menjëherë me zemra, komente pozitive dhe fjalë dashurie për çiftin. Kjo foto është dëshmi se pas çdo dite të ngarkuar me angazhime, shfaqje, aktivitete dhe përkujdesje për lunën e vogël, Luizi dhe Chiara arrin gjithmonë të gjejnë kohë për njëri tjetrin. Ky është një nga ato momente të heshtura, por që flet shumë, një ndalesë e bukur në rrugëtimin e tyre që po vazhdon të shkruhet me shumë dashuri, përkushtim dhe mirënjohje. Ndërkohë që fansat presin çdo ditë nga ata një copës të vogël të jetës së tyre, çifti vijon ta adhurojë me natyrshmëri, duke e bërë këtë lidhje jo vetëm të fortë, por edhe të frymëzuese.